Kombëtarja e Serbisë ka mbërritur në Tiranë, ku do të luajë të shtunën në mbrëmje ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës kundër Shqipërisë në arenën kombëtare. Që nga mbërritja e tyre në Rinas e deri në akomodimin në hotel, ata janë shoqëruar nga policia e shtetit për të garantuar të gjitha masat e sigurisë. Edhe pse fillimisht ishte raportuar se përfaqësuesja e Serbisë do të qëndronte në afërsi të stadiumit, ku do të luhet ndeshja, ata kanë ndryshuar hotelin dhe janë vendosur në një tjetër hotel në Tiranë, çka ka bërë që edhe autoritetet të marrin masa në bllokimin e disa akseve rrugore shtesë. Policia e shtetit informon se rruga nga hoteli ku është akomoduar ekipi i futbollit të Serbisë, që ndodhet në bulevardin Gjergj Fishta, deri në drejtim të stadiumit Arena Kombëtare përmes bulevardit Bajram Curri, pas ditën e sotme nga ora 16:30 dhe në ditën e nesme në orën 18:45, do të ketë kufizime të pjeshme deri në 25 minuta, në momentin që do të eksportohet ekipi për në stadium për stërvitje pas ditën e sotme dhe nesër për të zhvilluar ndeshjen. Policia e shtetit është angazhuar maksimalisht që i gjithë aktiviteti të përfundojë me sukses, për sa i përket masave të sigurisë, edhe në këtë kuadër me qëllim shmangjen e incidenteve, apelojnë për mirëkuptim nga ana e qytetarëve, si dhe respektim të udhëzimeve të strukturave të policisë në terren, ka njoftuar policia. Sipas policisë, çdo zgjedhje apo veprim që cënon rendin dhe sigurinë publike do të trajtohet në përputhje me ligjin dhe me tolerancë zero. Në vijim ju ftojmë të ndiqni videon kur kanë zbarkuar në Tiranë ekipi i Serbisë.